Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mirë se vini në takimin tonë të radhës. Të gjithë e dim se shëndeti mendor është kryefjale diskutimeve në ditët e sotme kudo në botë. Jemi dëshmitar të njerëzve që vuajnë nga mungesa e një qëllimi në jetë ose nga një stil i pakuptim të jetës. Përpjekjet shkencore për ta përmirësuar këtë fenomen janë prezente sidomos në ditët tona. Megjithatë, vrehet se njerëzit religjioz, duke i ndjekur parimet e vendosura nga Zoti, arrin të reduktojnë problemet shpirtërore e mendore. Për të diskutuar më gjerësisht për ndikimin e religionit në shëndetin mendor nga këndi psikologjik, kemi ftuar psikoterapeuten Besarta Fazliu. Zonja Besart, kënaqësi t'ju kemi në studio. Mirë se gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën. Po filloj me një pyetje të përgjithshme. Si e përkufizoni ju shëndetin mendor? Çka nënkupton prezenca, mungesa apo dobësimi i tij? Tamam. Bismillah. Atëherë shëndeti mendor në esencë ka dy parakushte ose përfshin dy dimensione. E para është domethënë mungesa e një sëmundjeje mendore. Dhe e dyta është prania një personaliteti të rregullt, kuptim plot, domethënë të rregulluar mirë, që nënkupton kjo që jetë në dobi të komunitetit ose në dobi të shoqërisë. Çka nënkupton një personalitet i rregulluar mirë dhe të jetë në dobi të shoqërisë, kjo domethënë përfshin disa atribute të cilat janë domethënë vetë rregullimi, vetë kontrolli, stabiliteti emocional, mundësia për me qenë efektiv, produktiv në shoqëri, mundësia për me e rimar veten dhe për me u rrimë këmbë në raste të sfidave jetësore, në raste të vështirësive me cilat ne mund të ballafaqohemi, qetësia për me pranu ato që nuk mundemi me ndryshu, guximi për me ndryshu ato që mundemi, domethënë gjitha këto janë disa atribute që i atribohen një personaliteti të rregullt, të plotë, që kontribon kjo në aspektin e shëndetit mendor. Përderisa jemi te kjo pikë, atëherë mund të themi në mënyrë specifike, religioni ka ndikim në zhvillimin e këtyre koncepteve, në kultivimin e këtyre koncepteve po ashtu, si dhe në mbarvajtjen e personit duke i përfshirë dhe duke kontribuar nga ky aspekt. Çka po nënkupton kjo? Që do të thotë që religioni mund të ketë ndikim të drejtë për drejtë në shëndetin mendor dhe në zhvillimin e koncepteve të duhura dhe të dobishme për mirëqenien e personit dhe gjithashtu funksionimin e tij në shoqëri. Çfarë qëndrimi kanë profesionistët e shëndetit mendor lidhur me religionin dhe shpirtëroren? Profesionistët e shëndetit mendor, nëse po flasim në fazat e hershme të zhvillimit të shkencave sociale, atëherë mund të themi që fatkeqësisht nuk është që kanë pas një qendrim ose një qendrim të duhur përballë kësaj dhe do të thotë është ka qenë e ndarë, faktikisht e kanë konsideruar si të ndarë prej shkencave humane e sidomos në fushën e psikiatrisë, domethënë janë konsideruar praktikat fetare, besimet fetare si pjesë e patologjisë ose psikopatologjisë. Domethënë besimi dhe praktikat fetare janë konsideruar të barabartë me një çrregullim mendor. Domethënë nëse mirëpo kjo ka qenë në fazat e hershme të zhvillimit të fushave sociale, të shkencave sociale, ndërsa sot praktikat duke u bazuar në praktikat njerëzore, duke u bazuar në statistikat po ashtu dhe raportet hulumtimeve të cilat kanë dalë, atëherë vrejmë domethënë një rëndësi të madhe, një rëndësi të dobishme, të tepër të thellë domethënë në aspektin e shëndetit mendor dhe që religioni shkon paralel dhe krahas kësaj. Tashma është vetë se është dëshmu që rëndësia e religionit në aspektin e shëndetit mendor mund të themi që ka rëndësinë e tij dhe kultivon po ashtu konceptet më bazike siç janë domethënë filozofia e jetës, kuptimi i jetës, qëllimi i jetës tek një individ, ndaj mund të themi që këto janë të pashmangshme dhe nuk mund t'i konsiderojmë si diçka të ndara. E sidomos kur jemi të folë edhe për trajtimin, padyshim që këto duhet shkojnë paralel, përderisa religioni sot ka ndikimin e tij në etiologjinë, në diagnozën, prognozën, simptomatologjinë dhe në përfshi po ashtu edhe në trajtimin terapeutik të klientëve tanë.
Në shoqërinë e gjerë shpesh herë kemi një ngatrim konceptesh mes religionit dhe shpirtërores. A ka dallim esencial mes tyre? Faktikisht, shpirtërorja është pjesë e religionit, të më thonë është diçka shumë ma universale, shumë ma e përgjithshme dhe shumë ma e gjithëmbarshme se sa vetë religioni. Është spiritualja ose shpirtërorja është e pjesa ku e nxit, të më thonë, personin, e nxit njeriun mbi kuptimin e jetës, mbi qëllimin e jetës, nxit shpresën, nxit, të më thonë, konceptin e shpresës, durimin, paqen e brendshme, harmonin me veten dhe harmonin me njerëzit e tjerë, dhe po ashtu edhe paqen dhe raportin me Zotin. Ndërsa kur flasim për gjithashtu spiritualiteti është aq sa është universal, mund të themi që është edhe po aq unik, do të thonë se dallon prej personit në person dhe prej individit në individ, si nga vlera, si nga rëndësia, si nga kuptimi. Ndërsa religioni më shumë përfshin aspektin përmbajtësor ose një sistem besimesh apo praktikash, adhurimesh, të cilat i dedikohen, do të thonë, një fqenje shumë dimensionale e që është Zoti. Kjo nuk e përjashton as spiritualitetin faktikisht, mirë po spiritualiteti është shumë ma unik dhe shumë ma individual në këtë aspekt. Ndërsa religioni është diçka që përfshin një komunitet të caktuar dhe është i institucionalizuar, do të thonë përfshin një praktika të veçanta të një komuniteti apo grupi në adhurim ose në religionin, do të thonë që mund të ketë religioni si praktikat e veta gjatë praktikimit të tij. Zonja Besart, a mendoni se mund të sjellin dobi shpirtërorja dhe religioni atyre që janë të prekur me smundje, me probleme mendore? Shpirtërorja dhe religioni ka tepër rëndësi, është e rëndësisë të jashtëzakonshme dhe kruciale në aspektin e trajtimit të lashëve të shëndetit mendor, ashtu që edhe përmenda më herët që do të thonë përfshin edhe vetë zhvillimin e koncepteve njerëzore si shpresa, kuptimi mbi jetën, dashamirësia, dashuria, do të thonë gjitha këto, dëmshuria, mëshira, produktiviteti po ashtu, do të thonë janë këto pjesë të koncepteve religjioze po ashtu, po që e ndihmojnë shumë dhe na ndihmojnë neve në procesin terapeutik, do të thonë gjatë trajtimit me klientët tonë. Se a ka dobi, kjo është thjesht gati se e pa diskutueshme përderisa veç e përmenda që përfshin edhe në pjesën e etiologjisë, do të thonë gjatë trajtimit, mirë po se cila është dobia atij, atëherë mund të themi vetë prezenca e një komuniteti, vetë ndjenja e përkatësisë që është, domethënë, edhe si dimensioni i tretë në hierarkinë e nevojave të Maslowit, e që konsideron si një nevojë e jashtëzakonshme njerëzore për të qenë pjesë e diçkaje, pjesë e një komuniteti i cili proklamon vlera, proklamon atribute të larta njerëzore, janë produktiv dhe kontribuojnë për njerëzimin dhe për shoqërinë, domethënë na jep neve një ndjenjë krenarie, qetësie dhe komoditetin ndoshta për të ndi veten më mirë, për të ndi veten më komod, më rahat dhe për të qenë ne më fleksibil dhe për të qenë neve hala më produktiv në punën ose në mbarvajtjen e jetës. Kështu që religioni është ajo faktikisht që edhe spiritualja po ashtu që nxisin këto, domethënë zhvillimin e vetë rregullimit, zhvillimin e produktivitetit, zhvillimin e përmirësimit vazhdueshëm, zhvillimin e gjitha koncepteve njerëzore, domethënë përfshi këtu aspektin mendor, përfshi aspektin emocional, ato shpirtëror dhe ato social. Domethënë dobia e tij është mos them që asnjëherë nuk mundemi me pa pothuajse si të ndara, për shkak se gjithmonë duhemi me marr parasysh, mirë po edhe benefitet me cilat ai përcillet, padyshim që janë të shumta dhe ndihmojnë shumë në aspektin në tejkalimin e vështirësive, në tejkalimin e sfidave të ndryshme jetësore, në pranimin e gjanave të cilave në për shembull smundjeve të ndryshme që mund ballafaqohemi ose humbjeve të ndryshme gjatë jetës, ose religioni po ashtu që ndihmon personat e tillë që të ecin përpara, që të vazhdojnë edhe që të kenë shpresën që ndoshta edhe një ditë do të jemi bashkë me njerëzit që i kemi humb ose do të kemi shpërblim për ato gjëra me të cilat neve jemi sprovu se jemi ballafaqur gjatë jetës tonë. Kështu që po padyshim që dobia është e jashtëzakonshme dhe shumë e madhe. I përmendet dobit, dua t'ju pyes edhe për anën e kundërt, a ka dëme?
Fatkeqësisht në rastet kur religioni ose sidomos religioni nuk është kuptuar në konceptet e tyre, në konceptet e duhura dhe në aspektin e dobishme, domethënë nuk është burimore, nuk është e bazuar në librat e shenjtë ose nuk është e bazuar në të kuptuarit e drejtë të tij, atëherë padyshim që mund të ketë edhe devijime dhe mund të ketë personat e tillë, domethënë mund të shfaqin edhe sjellje antisociale, po përveç kësaj, domethënë fillimisht ata do të jenë religioni do të ndikon negativisht në vet atë individ. Domethënë pse kjo? Për shkak se e privon ata prej disa ritualeve ditore ose prej rutinave ose prej disa gjanave jetësore që ai mund të ketë dobi prej tyne edhe mund të ketë domethënë mund të ndihet më mirë ose mund ta bëjnë ato të ndihet i përfshim në shoqëri. Domethënë kjo është njëna prej atyne dëmeve. Mirëpo dëmi shkon më tej kur disa grupacione ose grupe fetare mund të themi nxisin në doza shumë të mëdha ose duke i dhënë theks tepër të veçantë, për shembull frikës, duke e bë personat me undit pavlefshëm, duke i bë personat me undit pasigurt për shkak saj, ose se ndoshta çdo fatkeqësi që ti e ke pasur e ke për shkak se je tu ndëshku, për shkak të bamave tua, ose për shkak se duhet mas nej domethënë inkurajojnë me gjetë ngushëllimin ose me gjetë kurimin në forma që janë të dëmshme si egzorcizmat për shembull, është falli, është magjia, e gjëra të tilla, këto domethënë mund të ketë po ka dëmet e saj atëherë kur nuk është kuptuar ç'është duhet, edhe atëherë kur nuk kemi gjetë persona të duhur për me na sqaru. Prandaj edhe është e rëndësishme veçantë, domethënë këtë aspekt bashkëpunimi mes religiozëve, domethënë prizve fetar dhe masës për me kuptu mënyrën ma duhur, për me kuptu mënyrën ma burimore të mundshme, domethënë edhe me kthyen ato në produktive. Për shkak se ne e dim që feja faktikisht religionet kanë ardhur për me na thjeshtësu jetën neve, për me na lehtësu jetën neve, kështu që padyshim e tillë duhet me qenë edhe domethënë prezenca e saj në jetën tonë duhet me qenë me na bë neve më të mirë, me na bë neve ma produktiv, me na bë neve ma të përmirësueshëm dita ditës, edhe me shku drejt zhvillimit, e jo ndoshta me ngec, edhe me na ndiku raportet e tona, edhe me na ndiku ndoshta vetë vlerësimin tonë ose vetë besimin tonë, kështu që po, ka raste kur domethënë edhe mundet me deviju, po gjithmonë kur i orientohemi në derën e duhur edhe te personat e duhur, atëherë mendoj që ka me qenë produktive dhe ka me qenë një element tepër i rëndësishëm për mirëqenien globale. Domethënë nuk ka dëm prej religionit si koncept, ka dëm prej keq interpretimit. Sakt. Domethënë ka vetë religioni është ndihmë dhe është një element i cili vetë nxit përmirësimin tek njeriu, nxit mëshirën, nxit dashurinë, nxit paqen, edhe devijimi i kësaj domethënë është një element që neve na tregon që nuk është kuptuar ndoshta ç'është duhet ose nuk është pranuar ç'është duhet. Andaj edhe në gjatë trajtimit tonë është tepër e domosdoshme që ne ti trajtojmë të tema, jo ta shkëpusim këtë element për shembull gjatë trajtimit, që ka ndodhur më herët, domethënë që kanë konsideruar si të shkëputur, mirë po duhet të jetë pjesë e trajtimit, duhet të jetë pjesë e procesit të kurimit psikoterapeutik, domethënë që duhet të shohim mirë se çfarë ndikimi ka religioni në jetën e këtij individi, cila është rëndësia që ai jep kësaj, cili është ndikimi që ai ka, cilat janë benefitet që ai merr prej këtij religioni dhe sa e ndihmon ata për te kalimin e vështirësive, e stresit, depresionit, e ankthit ose simptomave tjera, çfarë do qofshin ato çrregullimet e tjera, domethënë për shkak se religioni po e ka këtë ndikim, mirë po kur ato nuk janë kuptuar siç duhet, atëherë mund të kalojnë në një devijim dhe mund ta vështirësojnë po ashtu jetën e individit. Si mendoni ju, a do të kishte rezultat një bashkëpunim mes prizve fetar dhe profesionistëve që ndetit mendor?
A do të kishte rezultat një bashkëpunimi tillë? Unë e konsideroj si qëndësore bashkëpunimin në këtë fushë, sidomos kur jemi të folë për personat e prekur nga shëndeti mendor, domethënë ose problematikat e shëndetit mendor, atëherë kjo është një rëndësie, mos them elementare, për shkak se na duhet një bashkëpunim i tillë. Për shka, pse na duhet kjo? Për faktin se fillimisht ne si profesionistët e shëndetit mendor duhet të fusin modelin e qasjes biopsiko-sociale, spirituale gjatë trajtimit të tyre, për shkak se duhet patjetër me përfshi edhe spiritualen gjatë trajtimit, domethënë për shkak se veç e përmenda që duhemi me folë se çysh janë zhvilluar ato koncepte, çysh të marr parasysh se ato mundën më zhvillu në mosha shumë të hershme dhe ato duhet më shku tu përditësu, duhet më shku tu zhvillu, duhet më shku tu përmirësu, ndoshta jo me mbet se çysh kanë qenë në fillim, dhe duhemi me pa, domethënë me përshtat vazhdimisht ne edhe konceptet e tona, edhe mindsetin ton, sfidave edhe rrethanave me cilave ne vendodhemi. Këto padyshim që duhet me bë edhe një gjatë tillë, domethënë vazhdimisht edhe inkurajon edhe aspekti religjioz. Domethënë që me meditu, me reflektu, me pa se çka është e dëmshme, çka është e dobishme. Domethënë fillimisht për profesionistë e shëndetit mendor është tepër e rëndësishme kjo pjesë, që me përfshi dhe spirituale gjatë trajtimit, edhe me diskutu këto tema, se kjo nuk është që e pengon procesin, mirë po e lehtëson procesin, po ashtu edhe ndihmon që me u kriju një harmoni, një afërsi e mirë terapeutike mes terapistit dhe domethënë profesionistit dhe klientit në këtë rast. Ndërsa kur po flasim për aspektin e prizve ose personave përgjegjës, domethënë për shtjellimin e këtyre temave religjioze, padyshim që e para që ata duhet me pas parasysh është domethënë që mos me nxit ndjenjen e fajit, mos me nxit ndjenjen e frikës, mos me ndjell faktikisht këtë frikë, për shkak se kjo çon pasivizëm, kjo çon në ngecje, kjo çon personin domethënë në zhvlerësim deri në zhvlerësim të vetvetes së tij. Mirë po duhet me inkuraju ashtu qysh edhe fet, domethënë që inkurajojnë paqen, shpresën, përmirësimin e vazhdueshëm edhe zhvillimin e vazhdueshëm. E para, domethënë duhem me nxit kishë ndosht me nxit te personat ose me inkuraju, domethënë fuqin, forcën që ata mund me u përballu me këto situata, që ata kanë mundësinë edhe kanë forcën e duhur edhe potencialin e duhur për mu ballafaqu edhe për me përmirësu gjendjen e të cilën janë, po ashtu mu inkuraju pjesa e pranimit të këtyne dukurive të problematikave të shëndetit mendor, për shkak se në shpesh gjejmë edhe religione ku edhe mohojnë këtë fakt, domethënë jo të kanë pushtu demonet, jo shpirtrat e këqij, jo kjo, jo ajo, domethënë edhe pengojnë personin ndoshta që me marr një hap ose me kërku ndihmën tek profesionistëve. Domethënë prandaj është tepër e rëndësishme bashkëpunimi i këtyne dy taboreve dhe këtyne dy profesioneve, që me pa, ndoshta edhe me bë procesin e trajtimit sa më të lehtë si nga aspekti religjioz, si nga aspekti profesional, domethënë terapeutik. Kjo domethënë tjetra çka mundet është me nxit, me inkuraju vetë ndihmën, se jo patjetër çdo sfidë që neve na përballet është për shkak bëmave tona. Sprovat na e dim që najherë janë thjesht është proces i jetës, edhe në aspektin religjios to janë pjesë e jetës, to janë pjesa e cila neve na kalit, na zhvillon, na forcon aspektin ton si emocional, si mendor, si social, si shoqëror, domethënë në gjitha aspektet, në gjitha dimensionen është shumë e mirë së ardhur, për shkak se ne marrim mësime prej saj, zhvillohemi prej saj, edhe mund të nxjerrim gjithmonë, ka domethënë është edhe pjesa e mirë, ana pozitive ku na mundemi me pa. Kështu që ndoshta tu nis nga këto prizma, tu nis nga këto koncepte, cilat veç i përmena, nga këto pika, patjetër që ky bashkëpunim do të ishte shumë i mirë së ardhur, edhe do ta kish lehtësu, edhe do të kishim pas ndoshta një mirëqenie sa edhe më të mirë, edhe më të lehtë gjatë trajtimit tonë me këta persona. Sonja Besar, t'ju faleminderit shumë për këshillat kaq profesionale edhe për kohën që e keni ndarë. Faleminderit ju. Po e përmbyllim këtë emision duke lutur Allahun të na jap shëndet në trupat dhe mendjet tona. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, Esselamu Alaikum.